Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhëniet tuaja sot mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë, por komunikimi i hapur do të sjellë qartësi dhe afrim. Në punë, energjia dhe vendosmëria ju ndihmojnë të përballeni me sfidat, ndërsa një projekt i ri mund të kërkojë vëmendje të shtuar. Shëndeti është i mirë, por shmangni stresin dhe kushtoni vëmendje pushimit. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Dashuria ju dhuron momente të ngrohta dhe intimitet, por është e rëndësishme të dëgjoni edhe dëshirat e partnerit. Në fushën profesionale mund të merrni një lajm të mirë ose të shihni frytet e një pune të mëparshme. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos ndaj lodhjes fizike. Financat janë në rritje, por mos u nxitoni me investime të reja pa analizuar mirë situatën. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në jetën sentimentale sot pritet një atmosferë pozitive, veçanërisht nëse jeni të hapur për biseda të sinqerta. Në punë, kreativiteti juaj do të vlerësohet dhe mund të merrni një propozim të papritur. Kujdesuni për shëndetin duke ushtruar dhe duke mos e tepruar me ushimin e rënë. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të planifikuar dhe kursyer për të ardhmen. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet romantike mund të kalojnë një fazë reflektimi, ku është e rëndësishme të tregoheni të durueshëm dhe mirëkuptues. Në punë mund të përballeni me disa detyra të lodhshme, por këmbëngulja do t'ju shpërblejë. Shëndeti është i qëndrueshëm nëse i kushtoni rëndësi ushqimit të shëndetshëm. Financat janë të balancuara, por duhet të shmangni huazimet apo shpenzimet impulsive. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot do të ndiheni të lidhur ngushtë me partnerin dhe mund të ndërtoni plane të reja për të ardhmen. Në punë, energjia juaj pozitive do të frymëzojë kolegët dhe do të hapë mundësi të reja bashkëpunimi. Kujdes me shëndetin, pasi mund të ndiheni të lodhur nga angazhimet e shumta. Në aspektin financiar, është koha e duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të eliminuar shpenzimet e panevojshme. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në dashuri mund të përjetoni emocione të forta dhe një afrim të veçantë me një person të rëndësishëm. Në punë, një projekt i vjetër mund të kërkojë vëmendjen tuaj dhe zgjidhja e tij do t'ju sjellë kënaqësi. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të gjeni kohë për relaks. Financat janë të qëndrueshme, por këshillohet të shtyni blerjet e mëdha për një moment më të përshtatshëm. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Marrëdhëniet personale sot kërkojnë vëmendje dhe ndjeshmëri, sidomos nëse lindin keqkuptime të vogla. Në aspektin profesional mund të hasni në vonesa, por durimi do të shpërblehet me rezultate të mira më vonë. Shëndeti është i mirë, por shmangni tensionet emocionale që mund të ndikojnë në trupin tuaj. Financat mbeten stabile, por është mirë të planifikoni shpenzimet me kujdes. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot dashuria sjell pasion dhe surpriza të këndshme, veçanërisht për ata që janë në një lidhje afatgjallë. Në punë, një koleg mund t'ju ofrojë ndihmën që ju duhet për të përfunduar një detyrë të rëndësishme. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Financat janë në përmirësim, por është e këshillueshme të shmangni rreziqet e panevojshme. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në jetën sentimentale mund të ndiheni më të hapur ndaj ndryshimeve, duke i dhënë marrëdhënies një frymë të re. Puna ju kërkon më shumë përqendrim, pasi detajet të vogla mund të bëjnë diferencën sot. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur ushqimet e shpejta dhe duke hidratuar trupin. Financat janë nën kontroll, por mos i lini pas dore detyrimet e vogla. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Sot do të keni mundësi të forconi lidhjet me partnerin përmes bisedave të thella dhe mirëkuptimit reciprok. Në punë, një mundësi e re për zhvillim profesional mund të shfaqet, ndaj qëndroni të hapur për sfida të reja. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje, sidomos nëse keni ndier lodhje së fundmi. Financat mbeten të qëndrueshme, por mendoni 2 herë para se të merrni një vendim të madh. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri sot mund të ndjeni nevojën për të shprehur më shumë ndjenja dhe kjo do të afrojë më shumë partnerin tuaj. Në fushën profesionale, kreativiteti është çelësi i suksesit dhe idetë tuaja mund të vlerësohen nga të tjerët. Kujdesuni për shëndetin mendor përmes meditimit ose aktiviteteve relaksuese. Financat janë të balancuara, por është mirë të shmangni shpenzimet për gjëra luksoze. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot marrëdhëniet tuaja do të kenë nevojë për sinqeritet dhe mirëkuptim për të shmangur keqkuptimet. Në punë mund të ndiheni të motivuar për të përfunduar një detyrë të rëndësishme që keni shtyrë prej kohësh. Shëndeti është në nivel të mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Financat janë të qëndrueshme, por mbani nën kontroll shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.